Bashkas nga situata e aktualitetit për të shprehur ngushëllimet tona bashkë me Aleksin, ku do ta shohim se çfarë mendimi ka dhe ai për shuarjen e Papa Franceskut për kalimin e tij nga kjo botë në botën tjetër dhe shpreh ngushëllime për gjithë ata njerëz që janë pjesë e ndjekjes rrugës tij dhe përmbar globin dhe shqiptarëve se ai ka qenë dhe një mik shumë i çmuar për shqiptarët. Aleks, si e sheh këtë? Ka qenë prej kohësh, ka qenë smur, ka qenë folur nëpër media dhe çfarë ndodh atje në Vatikan me misionin e tij papës, si do të ndodhë tani se ai ka qenë në detyrë, ishte në detyrë. Aktualisht që ndodhi kjo. Po, detyrë ishte. Tani janë dy papa aty që ishin në detyrë, po njërin e spostuan, Ratzingerin, edhe kalon te ky tjetri. Ishte më i bindur ky se duket. Sa i tjetri s'para kështu si duket, kishte bën ai devijim, nuk ishte edhe aq i pëlqyer dhe kalon te Francesco. E morën nga Argentina, meqense që andej, e pastruan nga ato krimet që kishte bërë atje. Si krimet? Akuzohet. Papa është njëri i zgjedhur apo jo? Po, i zgjedhur i kujt? Këto gjithmonë përdorin, jo vetëm ta, por edhe në grupe të tjera të feve të tjera, ndoshta përdorin që është njëri i zgjedhur i Zotit. Pak më kështu thuhet. I njeriu i zgjedhur i familjes Rothschild, do të thuash. Se është i zgjedhur i Rothschild? E asaj familjes, po. Papa, se ka pasur, ka bërë krime atje, çfarë dihet, çfarë ose nuk dihet, le themi, për gjithë ata që janë ushqyer me këtë pjesën tjetër që unë e thash që është i zgjedhur. Po ato që dihen do themi, jo ato që s'dihen, por që po ti kërkosh i gjen. Si informacion ka plot lavdi Zotit. Mjafton të kërkosh. Atje ai akuzohet për kryengritje, akuzohet edhe për 2 vrasje që ka bërë. Edhe ishte i përshtatshëm domethënë nga pikpamja e kësaj familjes së famshme. E morën që andej. Po kur ndërhyn ata, pastaj nuk ka qeveri dhe shtet që i shkon kundra. Ata e pan të përshtatshëm, e morën aty dhe vendosën atje në Vatikan. Po për çfarë i duhet atyre që ta vendosin në krye të Vatikanit? Është më i bindur, është më aty ku e duan ata. Është më bindur. Tani ju po thoni deri diku nëpërmjet këtij papës që e zgjollën Rothschild për ta vendosur në krye të Vatikanit, për çfarë i shërben Vatikani Rothschildve dhe këtyre familjeve të tjera që sot ne e themi komandojnë botën? Po ajo është katolicizmi, Vatikani, të dyja këto, domethënë, është nuk mund ta quaj fe, ai është organizat. Kupton se nga momenti që ato kanë banga, kanë ushtri, financë të madhe, kanë ndikim nëpër botë gjithandej, unë vetëm qellore që nuk e shikoj këtë, diçka hynore, diçka komplet toksore, materie. Ato janë shumë të organizuar. Të tipit? Ato komandojnë shumë aktivitete që ndodhin në botë. Do ndërhyjnë gjithanej. Kanë ndikim. Se ai është edhe aty është dhe shtet, është dhe pra, si ky shteti që duan bëjnë tu, shteti Bektashi, le themi. Pra, si gjithmonë është bërë krahasimi me shtetin Bektashi që duan të krijojnë Shqipëri me shtetin e Vatikanit që është edhe në Rom, që është në drejtimin e papës. Ata e zgjodhën, familja atyre e zgjodhën aty. Madje ka dhe fotografira që kur kishin shkuar, kishin vizituar Vatikanin kjo familja, bashkë me ca të tjerë. Ky i përulesh aty dhe i puthë dorën. E thash me vete, ky është. Ndërkohë që papës ja puthin dorën gjithë të tjerët. Po, pra njerëzit që ky shkon ja puth dorën atyreve. Atyre që e vendosin aty në krye. Sa ata e zgjodhën, ata vendosin. Po mirë, Rothschild ose këtyre familjeve të mëdha që komandojnë botën, që kanë të gjithë materien, të gjithë pjesën materiale të pushtetit, parase, shumë pushteteve të tjera, për çfarë i shërben Vatikani? Ose kjo se çka bën Vatikani, ose Papa, ky misioni? Vatikani është vitrina e tyre. Është dyqani, është domethënë ajo qendra që ato kalojnë ato planet e tyre nga ana fetare. Siç kanë presidentët, kanë ministrat, kanë qeverit në botë, në dorë, që i përdorin nga ana politike, Vatikani është që i shërben nga ana fetare, që mban peng 1.2 miliard njerëz.
që quhen katolik. Po që s'ka lidhje me krishterimin. Domethënë me këtë këtu do skandalizohen disa, po s'ka lidhje me krishterimin. Papizmi ka devijuar nga krishterimi këtu e 1000 vjet, që në 1054 kur u bë skizma e madhe. Çfarë ka ndodhur atë? Që u nda domethënë që quhet kisha lindore dhe kisha perëndimore. Këta janë perëndimore, domethënë. Ishim bashkë në fillim neve. Edhe po pa pritur nga shekulli 8 filloi papa duke thënë që shiko se unë do jem super episkopi. Çat vendosu na krenga Vatikani do zbatoni ju gjithë bota e krishterë. Neve si ortodoks lindja, se pastaj doli ky termi që quhen ato, quhen katolik dhe quhen ortodoks. Ktu lindin këta. U vendosën këto emra që të bëjë dallimi. Ne i tham që nuk kemi kret, një të parë këtu të mbidheshëm. I pari jonë është Krishti. Nuk njohim kokë tjetër. Jo unë jam, thot ai, do bëni çfarë them unë, mirë vazhdo ti rrugën tënde në rrugën tonë. Plus pastaj bërën ca shtesa të tjera ato. Filloi papa pastaj duke i dhënë. Po kush ndërhyet te kjo që u bë kjo ndarja? Kush ishin ata që ndërhyn? Që u bë kjo ndarja midis lindjes dhe perëndimit që thatë? Ai është devijim që ndodhi në ato momente. Sepse ato e dishin shumë se kush është i pari. Jo, ishte me plan apo ndodhi nga vetë natyra njerëzore që ka folur uni dikujt ose egoja, pushteti, epshi. Kush është ai që përçan? Që i përçan gjërat? Djalli. Ai u fut në mes, po përdori veglat e tij. Duke nëpërmjet tij duke fut ato shtesat, se u bën edhe ca ndryshime dogmatike pastaj. Ishin shumë serioze. Me shpjegu tani këtë zë kuptoj njerëzit, po që u deformua besimi, devijoi. Nga momenti që devijohet, më shumë si futet një ashkë në sy e të bezdis. Ai u fut një traj tër në sy, domethënë ai super devijim të madh ndodhi. Nga një moment ato ran, nuk quhen më të krishterë. Thjesht kanë emrin. Siç janë protestantët që dolën nga papizmi në shekullin e 15. Ato shkuan akoma më larg. Kështu domethënë, ato s'ka, unë e them që s'kan lidhje me krishterimin ato ai quajnë papa i shenjtë, le ta quajnë. Okej, dakord. Pastaj i shtoi edhe këtë punën e pagabueshmërisë. Kur papa del në ex katedër, domethënë ku del te ai balkoni i vogël aty i Romës, po, aty ku po foli ai është i ndriçuar 100% aty dhe s'bën gabim, çado që thotë. Pastaj në sinodin e dytë të Vatikanit, që ndodhi në 1952 me 55, 3 vjet zjati kjo, aty fitoi pagabueshmëri nga kudo që të fliste. Jo vetëm në Vatikan pra, në kudo që të fliste ai. Po jo vetëm ai në balkoni që del aty, po kudo nga do që të fliste ai është i pagabueshëm papa. Ke pati njeri, mishë koska si të gjithë tjerët, i pagabueshëm. Tjetër i pagabueshëm, pra. Kalon devijime serioze. Ata që papa shenjtë. Okej. Nga ato që ju keni parë ose keni ti. Më pëlqen më shumë njëjës. Okej, ti. Nga ato që ke parë ti, domethënë, ose nga ato që ka këto pagabueshmëritë e shpeshta le të themi ose sa ajo që ka dalë në balkon kur ka shprehur ose kudo ku ka shkuar ose gjithë ato misione që ka ndërmarr papa dhe gjithë papat e tjerë, çfarë ke parë ti që është orientuar gjëja tek devijueshmëria? Po kapim ato të thjeshta të fare, ato të tjera të fare sa ana dogmatike zoko. Jo, çfarë shohim konkretisht ne do. Po ky mbështet homoseksualet për shembull. Është pro atyreve, si mos ishte kur Vatikani është i ngarkuar me këto lloj gjërash, domethënë se aty mbahen ata atje për pedofilizëm e kështu gjërash, aty brenda kardinalet. Plus që mbështet. Po, ka dalë skandale nga më të shumta atë që e tregojnë, ëh. Është e pasuruar ajo pjesë ato, janë kështu tundos me atë pjesë. Kishe thënë një herë, se më bëri përshtypje kur kishe thënë një herë, ekzistojnë UFO-t alienët, thoshte ai, edhe po të më vim unë një alien këtu në Vatikan, kush jam unë, tha ai, e përdori dhe të shprehjen dinake, kush jam unë, që ti refuzoj pagëzimin atit. E zyrtarizoj. Do pagëzonte edhe UFO-t. Do i pagëzonte edhe UFO-t ai UFO-ja me të bardha. Kupton ti? Por mu UFO është ai më shumë. Nga momenti që ai domethënë është ai është antikrishter komplet. Nga momenti që ka devijuar edhe kalon gjëra që nuk janë sipas vijes apostolike, ai për mua s'ka lidhje me Krishtin. Që do thot antikrishter, është kundër atit realisht. Këto qëndrime kam ndaj atit. Po tjetër përveç tyre ça nismash tjera nuk jeni dakord? Që nuk jeni dakord me ato që kanë ndërmarr përveç
Po ai tani shiko, ai është dhe fuqi monetare, valla se ka banka. E ka quajtur banka e frymës shenjtë tani. Kupton? Të njëjtën gjë që po bëu dhe Greqia tani. Po kisha atje do me ndërtu ashtu bank që quhet banka e dritës për të kopju këta të Vatikanit. Po, luaj me fjalët. Se edhe për besimi tim ka kështu dallavere siç bëjnë këta, ëh, se mos ta ashtu. Tani elementi njerëzor futen këto pastaj, këto kopjimet, këto moderimet, këto gjërat që t'i ngjajnë botës, pa edhe ata s'kan lidhje me Krishtin. Nga momenti që devijon nga misioni, aty është shkoput shoku automatikisht. O do i qëndrosh vjesh 2000 vjeçare siç jemi deri sot, o edhe po tani shumë emocionon nga këto modernizimet, edhe i quajnë si diçka të pafajshme. Janë okay, thotë. Se kështu është kur nuk i njeh gjërat. Po nuk e njoh të besimin, do marrësh parasysh, meqense e tha papa, meqense e tha patriarku, ato e din, sepse kot nuk janë aty. Kanë mësuar më shumë ata. Nuk shkohet ashtu. Njeriu duhet kërkoj vetë, ti bëj vetë analiza disa gjërave, duke u bazuar tek burime të sakta, edhe të nxjerrë një konkluzion. Jo të merren gjërat shabllon. Qoftë nga ana politike, qoftë nga ana fetare, duhet i filtrojmë gjërat. Siç e kemi përmendur disa herë në emision këtu, mendojini, filtrojini gjërat, mos i përtypni siç u servirin, se dallavere bëhen kudo. Kudo. Edhe në fe, edhe në politikë, kudo ke dallavere. Gjendet prezant ai element kudo. Papa, miku i shenjtë i shqiptarëve. Ama këto janë furçet pastaj. Kur u bë miku i shenjtë ai? Ne s'kemi asnjë mik. Ne jemi vetëm. Po e them për të disa të herët. Jemi vetëm më burr. Që as kre partish, as kre fetar, as njëri nuk duhet të di për neve. Boni çfarë bëni vetë. Po pse përdorin këtë term? Pse thon? Çka ka bërë për shqiptarët Papa? Asnjë gjë mos ka bë, as çka ka bë. Thjesht i bëjnë furçë nga që është autoritet. Çfarë interesi kanë shqiptarët nga Papa ose Vatikani? Po ata që i kanë kapur filmin, ata që i dinë gjërat, se kush e ka vendosur aty atë, e dinë që duke i bërë lajka Papës, i kanë bërë realisht lajka atyreve që qëndrojnë nga pas këtit. Nuk ja bëjnë dot direkte, se s'mund shkojnë tek Rothschildi që është në Angli, atje direkte, edhe ja bëjnë nëpërmjet këtit. Por janë dakord me Papën, nëse kur kanë thënë që jemi dakord me ju, që jeni nga mbrapa atit. Kjo, thjesht. I japin çmime nderi këtu kur erdhi herën e fundit këtu atje tek korpusi që u mblodhën, që mbajti mesh, gjoja, teatr me kuklla ishte, edhe i dhan Chelsea-n e Tiranës atit. Chelsea Tiranës. Pas ka një derë këtu që e hapin këto dhe ja dhan atij që kur të vi këtu ta hapi të futet. Ku dëgjon? Këto furçet. Kotolla. Grada ndere kot më kot. As interes kanë. Do më thënë asnjë gjë nuk mund t'i ofroj këtij vendit ai se interesa kanë ato, si ta thash, indirekte i bëjnë furçë atyre të tjerëve, bobave nga mbrapa. Kështu. Për lëpirë thua, për furça, për gjitha, për këto. Po, më burr, për interesat e vetë këtyre pushtetarëve, politikanëve, këto që janë sot në pushtet, si ekonomik si dhe politik. Po. Për këtë arsye. Po. Si zgjidhet Papa? Pra, si është aty, çka ndodh aty në Vatikan, pra, kush është ai që dominon, kush është ai që kontrollon? Tani ka një rend, ka bëhen fushata siç bëjnë to për shembull këtu në Shqipëri, që bëhen fushata një muaj para se zgjidhen. Jo, nuk është me fushata ajo. Ajo funksionon me vota. Me vota. Tani po them versionin zyrtar, se si funksionon. Po, zyrtari dhe atë që nuk është zyrtar, pra atë që dim. Atë gjë që zgjidhet, domethënë blidhen kardinalet atje dhe vendosin me votë se kush nga kardinalet do vendoset të bëhet pap. Por që realisht nuk ndodh ashtu, nga ana jo zyrtar nuk ndodh ashtu. Ata e vendosin këta, familjet e mëdha. Ata e vendosin prapë. Do shohin një kush është i përshtatshëm atje, kush është më i egri, më i zymti, më i nxiri, që ta bëjnë të bardhë pastaj. Që të vishet me të bardha ai. Që ta bëjnë çun me të bardha. Pra fasada dhe realiteti. Po pra. Prandaj quhemi këtu pisk system, se çerrim maskën e sistemit. Gjërat që janë më pisk. Që janë më të lidhura, më të ata e kanë nxjerrë situatën, e kanë bërë pisk situatën komplet gjithani. Kudo kanë tentakulat e tyre. Ata do vendosin. Edhe tani gjoja kur e vendosin këta kardinalet është ajo
tymi bardh që del në një oxhak atje sipër Vatikanit, edhe quhet Kambana e Shën Markut. Po? Kështu e quhen atë. Në momentin që do zgjidhet, që po pritet që nga momenti të zgjidhet, është një popull i tërë aty poshtë e sheshi i Shën Petros, edhe del tymi bardh nga ai oxhaku. Në momentin që del tymi bardh, domethënë aty i jep të kuptoj njerëzve që u zgjoll më së fundi papa. Edhe do dalë ai balkoni atje, do filloj të bëjë ato. Kush e bën këtë tymin e bardh? Ku gjë e ndezin e bardhë ndes dikush poshtë aty vetë. Po pra ndezin aty bardh, jo se ndodh në mrekulli. Po pra. E ka parë se parë që se vjen një shenjë hynore le të them, ose nga Po pra, tymi bardh pra se tymi bardh, plumbi bardh, papa bardh, kupton lujn ata me gjë. Veshje bardh, kapuçi bardh. Nëse ato kanë edhe nga këta që kanë edhe me veshje tjera, pra çfarë simbolizon, çfarë identifikon domethënë, ai që ka të bardhën, ka edhe të zi, domethënë, ka edhe ngjyra tjera. Kanë grada, po për kapuçet. Sa lloj papash ka? Po papa janë këto. Pra si kanë një hierarki të pushteteve, si ndajnë. Ajo është pastaj kalojm te bota e hebrejve, hebraizmit, sionizmit, që është ky i gjati jon aty brenda. Ata komandojnë Vatikanin, sepse Rothschildet hebrej janë. Kupton? I përkasin sionizmit që komandon botën. Po. Edhe këto kapuçat janë gradat e tyre. Siç janë ato gradat që kanë oficerët këtu me ato që kanë këtu të shpatullat, ata kanë këtu të koka. Papa ka të bardhën. Po, ç'a grade është ky i bie? Ky i bie ushtar. Ushtar i thjesht, shërbëtor. Po. Ke pastaj ngjyrën blu, ke ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e zezë. Po bluja, ti marr me radhë to. Siç e thash tani, domethënë me këtë renditje funksionon. Pra e bardha, e bluja, e kuqe dhe zeza. E zeza është ajo që është lart fare. E zeza është maja fare. Se duan që të kenë kanë të zezën që simbolizon atë shefin e tyre, se atit djallit i falen, kupton? Edhe kështu ndahet ajo, aty dallohet, e ngjyra e kapuçit ndallohet, domethënë që çfarë grade ka ky që po i shërben sionizmit, sistemit. E kështu ndahen. Ky domethënë është ushtar me kapuçën e bardhë. Po tani që ndroi jetë Papa Francesku, si do ndodhë kjo? Do të bëhet ky votimi, sa zgjat kjo procedura, kjo? Varet sa duan ata ta zgjasin tani. Ata mund ta zgjedhin brenda një jave, mund ta zgjedhin brenda 2 javëve. Po është një pap tani tjetër që është gjallë. Ai që ka qenë para këtij domethënë që zëvendësoi duke spostuar. Po, që e kalon tek autoritetin, e kalon Franceskut. Sa vite ka, si e kanë mandatin do? Sa është mandati këtyre? Sa zgjat? E kanë përhershëm. E kanë përhershëm deri kur ndron jetë. Derisa ndron jetë. Ose ta zëvendësojnë ta siç ndodhi me rastin e këtij para. Po, ishte rast unik, domethënë që s'ka ndodhur ndonjëherë më para kjo? Fare, s'ka ndodhur që janë 2 papa në njëjtën kohë. Se është Ratzingeri tani, këtë që e spostuan. Po mirë, tani në momentin që ndroi jetë Papa Francesku ndoshta mund t'ia lëm po këtij. Mos le të themi është disiplinuar ky, është përgjigjur atyre. Iku, doli mbaroja ai domethënë, doj si letër. Do vi dikush tjetër këtu. Do vi dikush tjetër edhe të filloj të bëj atë aktrimin aty. Ke ndonjë informacion se kush mund të jetë? Kam bërë gati dikë? Te s'mund ta dim. Po që nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, po të njëjtën gjë, po të njëjtën lind do të mbaj. Thjesht do ndryshoj fiks, një lind do mbaj, thjesht do jetë një aktor i radhës, një ushtar i radhës atje, do bëj atë rolin e papës, atit të shenjtë, edhe do vazhdoj historia. Siç është. Që do ndryshojnë gjitha ne. Po si ndodh aty, nuk është se e kanë po do të jetë pra ndrojet Papa Francesku, tani papa tjetër pasardhës vjen po nga njëjta familje, si e kanë këtë, le të themi, linjën e tyre të pasuarit. Jo, nuk ka rëndësi. Pra nuk është me filozofinë e mbretit që do ta lejë po në trungun e tij familjare. Atë linjën që thu ti ekziston te këto familjet e mëdha, ekziston ajo linjë. Kurse për papat nga që janë ushtarë, ajo mund të jetë nga kudo, mund të jetë edhe nga Uganda, s'ka rëndësi fare. Po nga Shqipëria ka menduar ndonjëherë që të kenë një në krye të Vatikanit ose të jetë pap nga Shqipëria? Po, edhe mos bëj çudi. Edhe shqiptar mund të jetë ky i radhës. Mund të jetë edhe shqiptar. Po që thjesht do jetë një person i zakonshëm ai atje, që thjesht do bëj atë rolin e kukullës së radhës. Asnjë gjë më tepër. Çfarë koincidencë që ndodhi fiks në ditët ku ne jemi në ditët e Pashkave. Pashkës po që kaloi, po. Gëzuar Pashkën herë gjithë. Se nuk e tham. Po kjo ka diçka kështu që mund të ketë edhe një lloj mesazhi. Mesazhi është që ai krishterimi që ata mendojnë se kanë atje ka vdek ka vdek që para 1000 vjetësh, po e morëm tani mesazhin që s'ka lidhje fare me krishterimin dhe me ngjalljen e Krishtit. Krishti u ngjall
kurse ky vdiq. Kupton? Do të thotë që aty s'ka lidhje fare me Krishtin e gjallë, me ngjallin, me jetën. Kështu e lidha kështu direkt tani në sekond. Pra në Shqipëri nuk është se mund pritet dikush që të shkojë të jetë ai papa i Vatikanit. Nuk ekziston si mundësi, por edhe mund të jetë e hapur si. Po, patjetër. Do të thonë nuk përjashtohet që papa e radhës të jetë nga çdo cep i botës, mund të jetë deri çeknej. Po pse do ta shohim gjithmonë kaq errësirë këtë pjesë, kaq të frikshme le të themi, në mënyrën si e sheti Alex të lloj situate. Për shembull, marrim rastin e Nën Terezës, për shembull, flet e gjithë bota. Që Nën Tereza ka qenë ajo shenjtoria, ka bërë bamirësi, ka ndihmuar njerëzit, ka dhënë jetën e vet për shumë njerëz. Për njerëzimin ishte humane e madhe, Po. Se duhet me pa gjithmonë kështu. Prandaj po lidh me Shqipërinë se ndoshta mund të jetë dikush që mund të jetë një augur i mirë le të themi edhe për botën. Siç ka qenë rasti Nën Terezës që sot krenohemi ne shqiptarët. Krenohemi sepse ashtu na e kanë servirur, sikur ishte ajo me këto fjalë që sapo the. Por që s'kishte lidhje fare me ato që sapo the. Dhe ajo. As Nën Tereza ajo? Jo, s'kishte fare lidhje. Edhe këtu bëuni gati për të më sulur, por s'ka problem, unë do të them. Se tani, siç thash në fillim në hyrje, do të thënë që Vatikani është shumë pist nga brenda, i kishin shumë pisk punën atje nga brenda me këto, sidomos me këto pedofilizmat. I duhej një person për të ndryshuar çik imazhin. Edhe për ta përdorur në këtë rast, gjetën Terezën, ose quaj nëna. Se kishte emrin zyrtar shqiptar ajo? Gonxhe. Ajo, i duhej domethënë që tregulloshte çik imazhi, i duhej çik parfum. Të ndryshonte çik ajo era e pis që dilte nga i vend atje. Edhe përdorën këtë, Terezën. Që s'kishte lidhje fare me humanizmin, që përmendë. Në madje ato motrat që quhen motrat Tereza shpesh herë ankoheshin, kanë dalë në publik, edhe thoshin që në për këto spitale që kjo ka ndortuar tani, mungonte edhe gjërat më elementare, dhe fashoja mungonte. Por duheshin të ndërtoheshin sepse i shërbente civis, që të ndërtoheshin kjo ideja e madhe, domethënë që ajo ishte vërtet humane, shikon, po ndërton spitale, shkolla, po viziton njerëzit atje. Ndërkohë që me shumë informacione që ekzistojnë, po t'i kërkoni mund t'i gjeni edhe këto, ajo ishte trafikantja më e madhe e fëmijëve. Ajo mbante qëndronte lart fare te kjo pjesë. Ajo furnizonte elitën me fëmijë. Nën Tereza? Po, Tereza, po. Ajo e krusur, ajo që esa ashtu si ajo shtriga barbardhës. Se duhet i shohë njerëzit nga pamja më burr. Okej, mund mos a kenë informacionin, po. Shikoj çik si është. Se tregojnë dhe mënyra e aparenca jote tregon ç'a njeriu je, pak a shumë deri diku. Furnizonte elitën, që ata pastaj për çfarë si përdorshin kalamajt. Si, pse ku i ka rekrutuar, ku i ka marr fëmijët që i ka çuar? Nga ku bazohesh që nga këto familjet e varfër trafikante e fëmijëve. Këto familjet e varfër, ato nëna që nuk i përballoshin dot i mashin fëmijët, i çoshin nëpër këto vendet ku strehoheshin që i kishte ndërtuar kjo, ajo pastaj kanalizonte dhe furnizonte ata tipat e frikshëm atje, që për çfarë si përdorshin? Për kukulla seksuale, për të prodhuar adrenokromin e famshëm, që mban këto vipat të çelur me lëkurë të gjallë që nuk plaken, që ngadalson plaken, për çfarë përdoreshin ata? Trafikimi i fëmijëve është super biznes, që media nuk e prekin. Bëhet kërdim me kalamajt, çdo ditë i grabizin, i vjedhin, do të bëni kujdes me kalamajt. Mos i leni shumë kështu se nuk kemi botë e sigurt. Edhe në Shqipëri ka ndodhur kjo për shembull Nën Tereza që ka ndodhur në Shqipëri kjo gjë, ka marrë edhe në Shqipëri fëmijë kalamaj. Nga kudo i merrte fëmijët ajo, se ajo ka disa institucione nëpër botë. Ku ja çoshin, ajo pastaj i merrte dhe i çonte nëpër këtyre, në këta tipat. Jo, kjo është shumë e rëndë, kjo që po thua tani për Nën Terezën, ne kemi komplet një imazh tjetër. Ashtu na kanë mësuar. Sa gjëra na kanë mësuar ne këtu që s'ka lidhje fare, po sepse ashtu i leverdis sistemit, ashtu i leverdis atyre që bëjnë planet, që duan t'i bëjnë një lavazh konkret trujt njerëzve, zakonisht i bëjnë një format. Merrni kështu siç po ja paraqesim neve, siç po ja reklamojmë neve. E marr 20 shablon.
Sepse thot ku ta di unë, meqense po e thot televizori, meqense po e thot Vatikani, ashtu duhet jetë. Nuk është fare ashtu. Mendojeni çik, Po filozof. këtë që po thua ti për Nën Terezën, e thot dikush tjetër ku ka ndonjë fakt, ndonjë provë që pra nuk është ajo që na e kanë thënë, por është kjo që thua ti? Po, shtypni atje në internet, Tereza, trafikimi i fëmijëve. Ndoshta bëjnë kombinimi edhe në anglisht se ka më shumë materiale ashtu, se në shqip nuk vështirë se mund gjendet. Vetëm te Pisk System mund ta gjeni tashmë, pasi Aleksi e tha ne nuk është se e kishin planifikuar këtë, por duke lidhur me këtë që Papa Francesku ndroi jetë, shkoi biseda kaq lirshëm dhe doli edhe kjo për Nën Terezën që realisht unë jam i shokuar për atë se çka po thua, se jemi ushqyer gjithmonë, madje edhe shumë shqiptar përdorin shprehjet, e kanë edhe si shembull për drite për të çuar ose për të orientuar vetë jetën e tyre, rrugtimin e jetës tyre. Atë mision se çka pasur Nën Tereza. Edhe mu vjen keq shpeshherë kur e shikoj, domethënë që këtu në vendin tonë e vendosin Terezën në krah me Gjergj Kastriotin. Aty e marr shumë personale se nuk ka lidhje fare njëri me tjetrin. Nuk ka lidhje dita me natën. Njëri që i shërbeu këtij vendit dhe tjetra që i shërbente interesave të Vatikanit. Për trafikim fëmijësh. Është shumë e ulët kjo, shumë e stonon. Nuk duhet bërë ky lloj kombinimi. Njëri me tjetrin. Gjergj Kastrioti ishte hero. Ai ishte mbreti i këtij vendit, i pavdekshëm, po jo Tereza shoku. Larg me atë. Ai ishte rrezikshme. I shkonte i merrte sasi të mëdha fëmijësh nga Afrika më burr. Ato që janë hall atje. Merrshin dhe i shpërndante pastaj. Ku kishte nevoja. Si i vite mesazhi atyre në Vatikan, kemi nevojë për 100 fëmijë. Pap, ja dërgoshim pagu atje me makinave, janë të organizuar gjitha. Edhe shpesh herë njerëz tek varri i asaj kanë dëgjuar ulërima. Te varri i Terezës. Gonxhës. Kupton? Ulërima, kalamojsh. Këtë besoj se duhet ta keni dëgjuar diku. Po është e vërtet. Si ulërima? Ulërima Kur kanë shku njerëzit ke Varrezat, pra ku është varri i Nën Terezës, po, kanë dëgjuar ulërima fëmijësh? ulërima tamam, si që po i torturojnë, që po i bëjnë, po i masakrojnë aty, gjë ulërima. Sepse kjo i çonte tek ata masakruesit. Është gjaku i tyreve i pafajshëm që kërkon drejtësi. Dëgjon ulërim edhe tek varri i Enver Hoxhës. Enver Hoxhës. Po, këtë kemi dëgjuar, kurse për Nën Terezën nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë. Kupton? Është rasti i parë që po dëgjoj që dikush të thot një pasqyrë tjetër për sa i përket Nën Terezës. Po. Kurse për Enver Hoxhën ka shqiptarë që flasin edhe të mirën, edhe të keqen, por edhe rastin që ti thua që dëgjon ulërim edhe tek varri i Enver Hoxhës. Por tek Nën Tereza pra është një lloj, le të themi, proteste ose një lloj që njerëzit, pra ata fëmijët që kjo i ka keq trajtuar ose i ka marrë, i ka rrëmbyer dhe i ka dhënë këtyre. Shkatroja po. Po protestojnë po kërkojnë drejtësi. Drejtësi. Do e kenë atë drejtësi në një moment ato. Se kjo i shkatroi që në filiz. Po pse pikërisht Nën Terezën? Pa edhe ajo ushtare ishte. Mund të ishte dikush tjetër. Po zgjodhen atë, ja bën atë reklamën e madhe, që të gëzonte famë në botë, që të priteshe se kur ishte nëna e humanizmit, si duhesh i bën këto reklama më burr. Siç i bën reklamët e politikanëve. Ky është kështu, ky është ashtu, do na sjelli këtë 24 ujë në ditë, e kështu gjonash. Efekti reklamës, njerëzit gënjehen. Efekti vitrinës. E shikon, thuaj që ka bukur, të futem brenda. Kështu janë ndërtuar atë vitrinën edhe kësajt. Ajo është vitrinë e Vatikanit. Të dy varet ke ulërima. Xhaxhi i hante kalamoj gjallë. Atë gjë që bënte dhe Francesco dhe ky i hante gjallë. Prap tu do skandalizoni. Si hajnë gjallë, fëmijët i hajnë? Por të gjallë, tu qajt aty anguli dhomën i hanin. Ja satanista këta mëlla, për t'i treguar aty të shefit me brir, aty t'i tregojnë domethënë sa devotshëm jemi. Tamam rituale masonike, domethënë se atje ndodhin këto gjëra aty mrena, që abuzojnë me kalamoj, që të marrin ato gradat derisa të shkojnë te 33-shi. Po pse ç'a bëhet atje, Alex?
Të kalojmë pak te kjo e brendshme atyre, ajo që ne nuk dim. Çfarë ndodh realisht aty? Aq e frikshme është situata aty, aq si kur i thua duket edhe si lloj mënyrë krahasimore ose janë realisht kaq të vërteta këto gjërat atje? Në përllozhet e masonëve thua? Po. Po, aty Ose edhe këto që ka bërë Papa ose Nën Tereza ose të gjithë këto janë të lidhur bashkë. Janë të Çfarë ndodh atje? Çfarë ndodh atje? Çfarë kanë bërë ato? Aty futesh, shikoj, që të vijë një mason për shembull, duhet që ti të kesh një pozitë lart. Nuk kërkojnë këto shtresën e ulët ata. Ato kapin që janë kështu presidenta, kryeministra, krye fetar, domethënë patriark, pap, këto gjëra, domethënë ata gjemojnë ata. Edhe i bëjnë ftesë. Edhe pastaj i ftojnë aty domethënë që do na shërbesh ti neve, dhe po na shërbeve ti neve do kesh çfarë të duash. Edhe bankerët do kesh çfarë të duash. Mi po që të fitojnë ata besimin tek ty, ti do kalosh një proces. Aty proceset pastaj janë nga më makabret. Nis thjesht, e përfundon pastaj, e fundit fare që të aprovohesh, Çfarë bën? duhet të abuzosh seksualisht një të mitur ose ta vrasësh me gjakftotësinë më të madhe. Çfarë thua? Që të tregosh devotshmërinë e madhe ndaj shefit të tyre, Ciapit, Peskënçit, që ata quhen Baphomet, kanë statuin e atit aty. Këtë mund ta kërkoni prapë në internet, Baphomet quhet, që të shikoni ku ti falen masonët. Sa gjë e shpifur është ai. Para si të bëhen, pra para si të shkojnë të marrin postin, bëjnë gjithë ecurinë, gjithë procese, do gradualisht ajo deri në gradën 33 që është master fare pastaj. Master që përdorin në shkolla këta master, e masonëve është ai termi. Ç'a ndodh? Mësues. E zotron pastaj artin e errësirës. Ç'a bëjnë, abuzojnë njerëzit, i përdhunojnë, i keq trajtojnë, i vrasin, Po. gjitha këto Janë ca makabritete ka tani ku dëgjon, është për t'i thënë këto tani janë shumë të shpifura më burr. Një pjesë për shembull është ka një arkivol aty në mes aty. Shtrihet ai për zgjalli aty, merren me arkivol edhe fillon të masturbohet burr. Kupton ti, janë të shpifura këto gjëra, nuk e di, janë procese kësaj domethënë për të treguar se sa të zhytur në pisllik janë, që të jenë se sa më i pis dhe sa më i lig t'jesh dhe sa më gjak ftohtë t'jesh, aq më shumë i pëlqyer je tek shefi i tyre, te djalli. Kupton? Prandaj kalojnë këto makabritete të shpifura komplet. Aty edhe po dole pastaj që andej, dihet se i ketë numëruar me ditët. Si ketë numëruar? Do të heqin, se nuk se ti pastaj do fillosh. Po si kalove thua? Se arrin deri në një farë pike, domethënë që ti pastaj do thuash nuk e mban dot më, nuk e çon deri në fund. Se kanë shkuar disa dhe ku ka ardhur muhabeti pastaj, ajo pjesa e ritualit që të vrasësh një fëmijë të vogël tani ti. Janë të rreqë aty. Janë të rreqë, mos e bëj dot këtë thot ai pastaj. Po? Hajde të rish ti pastaj. Nuk të rish dot më. Sepse ke mësuar gjëra derisa ta rishësh deri aty ti. Po, aty nuk vrasin fare këto pas. Po, të vrasin. Edhe mirë këto që janë bërë Papa ose që janë ato shenjtorët ose gjithta si Nën Tereza e këto të tjerët. I kanë kaluar gjithë të 33-tat? Jo, për Papën e Terezën nuk besoj, nuk kanë kaluar nga këto proceset. Ata thjesht janë gatitu. Do e bëjnë. Ata kanë thënë po. Kemi atë rregullin që kemi këtu atë letrën me udhëzimet me ato urdhra që na jepni, kaq. Janë të tjerë këta që kalojnë për këto llozhat e këto. Po kush janë këta? Kush janë këta të tjerët? Kush është ndonjë për shembull që njihet që i ka kaluar të 33-ta këto? Testet, sprovat, ku diun. Nga këto që shohim televizor ne tani po thuhet se këta tani se dim se ato nuk e thonë burr. Ata kur dalin televizor nuk e thonë që unë jam mason. Ose nga këta që e thonë që janë mason. Po është një famshëm i fare, që quhet një Albert Pike, më duket se kemi thënë në emisionin e dytë neve këtë. I cili ka parashikuar që do bëhen 3 luftra botërore. Tani po jemi në prag të tretës. Ai këta e dinë burr, sepse tani jemi në prag të tretës, është episodi i 10. Edhe bota është shumë e qetë, të lumtur. Po pra kohë e bukur sot pas përkati është e blu qielli. Njerëzit po gëzojnë, zogj cicerojnë. Po sepse nuk është sulur akoma që të bombardojnë Iranin, se aty e shikon ti pasa çfarë do ndodhi mas kësaj. Pra, edhe qetësia deri diku është shqetësim. E ke dëgjuar atë shprehjen është ajo qetësia para stuhis? Para stuhis, po. Aty jemi neve tani. Se është calm before storm. Po, fix. Ashtu jemi tani në atë fazë.
A ky tani Albert Pike që ishte i gradës 33, ky kishte i parashikuar, para planifikuar që do bën 3 lufta botërore. Edhe kishte thënë për çfarë arsye do bëhet e para, e dyta, e treta.